SPAK e nxjerr bllok, Berisha i bën blok. Mbyllja atë bëni blok aty numrit tyre, sepse e kanë një agjensi mashtrimi. SPAK thot se rojet e Berishës refuzuan të marrin fletëthirrjet në dorëzim, por doktori e mohon. Është një gënjeshtër absolute. Është një gënjeshtër. Ato roje janë njerëz të përgjegjshëm, të cilat këta janë të paftyrë. Janë njerëz të përgjegjshëm të cilët më kanë dorëzuar mua çdo lloj dokumenti që ka ardhur aty. Dhe s'ka ndodhur kur kjo që thonë ata. Fletëthirrja i ka ardhur dhe në email, po a e ka parë doktori në iPadin e vet? Asnjë. Asnjë. Urdhë? Email, jo, s'kam email në parlament. Unë kam emailin tim. Nuk kam email në parlament. Urdhë, më falë një minutë. Unë email nuk përdor dhe nuk kam email në parlament, qofse kanë hapur dhe është, ato kanë rregulla komunikimi, nuk është emaili ajo që komunikon. Blofi 2 doktorit i erdhi nga kuvendi. Administrata njoftoi SPAK se fletëthirrja u refuzua nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, me në krye Gazmend Bardhin. Jo vetëm Bardhi, por asnjë deputet i Partisë Demokratike nuk firmosi për të marrë në dorëzim fletëthirrjen e Berishës. Doktori akuzon se po i bëjnë puç postar. Kush se ka pranuar? Pyetja ime zoti Berisha. Jo, një minutë. Jo, shiko, ky është i mashtrimit. Atëherë po kanë bërë këtë, po kanë thënë këtë, janë mashtrues ordiner. Unë s'kam pranuar. Kam fatmirësisht tek pallati njerëz që marrin postën. Marrin me firmë, të nxjerrin firmën. Unë kam njerëz në Seli, a e ka nisë në 3 vende. Atëherë pse del që vetëm parlamentin e Taulantit e pas kanë marrë? Shko qarë reglash të shpifura, të turshme. Berisha gjithsesi nuk shkoi këtë të premten SPAK, duke lënë fletëthirrjet të kalben në kuti postare, por të ënën, jo rastësisht, do të shkojnë në bulevard, para kryeministrisë, për të mbajtur protestë. Në të njëjtin bulevard, ku më 21 janar 2011 u vran 4 qytetar, po gjatë një proteste, vetëm se kësaj radhe, Sali Berisha nuk do e ndjek nga kati 3 si kryeministër, por në katin 0 si organizatori protestës, mbi gjakun e 4 të vrarëve 14 vite më parë. SPAK të premten tha se do të zbatoj të gjithë prerogativat për ta sjellë Berishën të dëshmoj, qofte edhe me forcë. Të ënën e ka në bulevard, por Dumani, ashtu si në 21 janar 2011, duhet ta gjej forcën e ligjit dhe të karakterit që të përballë ish kryeministrin me të shkuarën e tij.